Maska sekrete me domate që zhduk rrudhat dhe njollat në fytyrë. Domati është një produkt i mrekullueshëm për të hequr puçrat. Ato janë një problem i madh për shumë femra dhe meshkuj, teksa jo në pak raste krijojnë probleme. Për të pastruar fytyrën ekziston një maskë e cila ka në bazë të saj domaten. Përbërësit e kësaj maske janë një kokër domate, gjysmë gote kos, 1/4 kokër limoni. Tulli i domates duhet grirë derisa të bëhet në një formë salce. Sipër saj duhet shtrydhur limoni dhe duhet hedhur kosti. Këtë mas përzijeni mirë dhe aplikojeni në fytyrë, duke lënë të veprojë për 20 minuta. Dhe më pas shpëlajini me ujë të bollshëm. Sipas mjekëve, ky trajtim mund të përdoret 3 herë në javë.